Në historinë e perandorisë romake ka disa figura që sunduan për dekada dhe disa të tjera që u shfaqën si një rufe në qiell, të fuqishëm, fitimtar dhe pastaj të zhdukur papritur. Një prej këtyre figurave ishte Marcus Aurelius Carus, një tjetër perandor me lidhje ilire i cili brenda pak vitesh arriti të mposhte barbarët në Evropë. Të pushtonte kryeqytetin e Persis dhe të çonte ushtrinë romake deri përtej Tigrit. Por pikërisht kur Roma dukej se po fitonte një nga luftrat më të mëdha të saj kundër perandorisë sasanide, ndodhi diçka e pabesueshme. Perandori u gjeti vdekur në kampin e tij. Disa thanë se e goditi rufeja, të tjerë dyshuan për helmim, madje u përmende edhe një komplot për pushtet. Historia e Kariusit është një nga episodet më të mistershme të Romës së shekullit të tretë. Nëse ju interesojnë histori të tilla të fuqishme nga e kaluara jonë dhe nga bota antike, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu historia nuk tregohet thjesht, ajo ringjallet. Marcus Aurelius Carus ishte një figurë që doli nga radhët e ushtrisë romake gjatë një prej periudhave më të turbullta të historisë së Romës, kriza e shekullit të tretë. Origjina e tij është diskutuar gjatë nga historianët, por shumica e burimeve të vjetra e vendosin lindjen e tij në Iliri. Megjithse ai u arsimua në Rom dhe bëri karrierë si senator dhe komandant ushtarak. Në atë kohë perandoria romake po përballej me kriza të vazhdueshme, barbar në kufijt verior, rebelime të brendshme dhe kërcënime nga perandoria persiane në lindje. Kariusi kishte shërbyer në shumë poste civile dhe ushtarake dhe përfundimisht u emërua prefekt i gardës pretoriane nga perandori Probus, një nga komandantët më të aftë të kohës. Por në vitin 282 gjithçka ndryshoi. Ushtarët e Romës u rebeluan në qytetin Sirmium dhe vranë perandorin Probus. Pas kësaj, ushtria i kërkoi Kariusit të merrte fronin. Sipas disa burimeve, ai fillimisht hezitoi, duke pretenduar besnikëri ndaj Probit, por më në fund ai pranoi dhe u shpall perandori Romës. Ishte një moment që do të ndryshonte rrjedhën e luftrave romake në lindje. Ndryshe nga disa paraardhës të tij që përpiqeshin të ruanin një farë respekti ndaj senatit romak, Kariusi nuk e konsideronte më atë si një autoritet real. Ai thjesht dërgoi një njoftim në Rom për t'i informuar senatorët se tashmë ishte perandor. Ky veprim tregonte se pushteti real i Romës tashmë ishte në duart e ushtrisë dhe jo të aristokracisë së vjetër romake. Në të njëjtën kohë, ai u përpoq të stabilizonte perandorinë duke vendosur djemtë e tij në pozita kyçe. Carinius u emërua Cezar dhe më pas Augustus për të qeverisur pjesën perëndimore. Numeriani, djali tjetër, do ta shoqëronte në një fushatë të madhe ushtarake, dhe ajo fushat do të ishte kundër armikut më të madh të Romës në lindje, Persis. Para se të nisej drejt lindjes, Kariusi duhej të siguronte kufijt e Danubit. Atje, fiset kuade dhe sarmate kishin kryer sulme të shumta kundër provincave romake. Kariusi reagoi me brutalitetin tipik të komandantëve romak. Sipas burimeve të kohës, rreth 16.000 kuad u vranë. Mbi 20.000 u morën në robër. Këto fitore i dhan atij titullin Germanicus Maximus, një nga nderimet më të mëdha ushtarake të Romës. Por këto ishin vetëm hapat e parë. Objektivi i tij vërtet ishte shumë më i madh. Në vitin 283, Kariusi marshoi drejt lindjes. Ushtria romake kaloi përmes Thrakës dhe Azisë së Vogël, duke hyrë në territorin e perandorisë Sasanide. Në atë moment, persët ndodheshin në një situatë vështirë.
mbreti Bahrami II po përballej me rebelime të brendshme dhe luftra në lindje të perandorisë së tij. Kariusi shfrytëzoi këtë moment. Ushtria romake pushtoi Mesopotamin, marshoi drejt qyteteve të mëdha Seleucia dhe Ktesifon dhe arriti të pushtonte kryeqytetin e famshëm pers. Ishte një arritje e jashtëzakonshme. Roma nuk kishte arritur një fitore të tillë kundër persëve që nga koha e Trajanit, rreth 160 vjet më parë. Për këtë arsye, Kariusi mori një tjetër titull të madh, Persicus Maximus. Dukej se Roma ishte në prag të një pushtimi të ri të lindjes, por pikërisht atëherë ndodhi tragjedia. Pak pasi ushtria romake kaloi lumin Tigër dhe përparoi më tej në territorin pers, lajmi tronditi kampin romak. Perandori Karius kishte vdekur. Rrethanat e vdekjes së tij mbetën një nga misteret më të mëdha të historisë romake. Sipas një versioni të përhapur në atë kohë, ai ishte goditur nga rufeja gjatë një stuhie, por shumë historian nuk e besuan këtë histori. Teoritë alternative janë të shumta. Disa mendojnë se u helmuan nga rivalët politik. Të tjerë sugjerojnë se vdiq nga sëmundja. Një teori madje përmend edhe një figurë që më vonë do të bëhej perandor, Dioklecianin. Megjithatë, asnjë provë përfundimtare nuk ekziston. Ajo që dihet me siguri është se vdekja e tij ndryshoi gjithçka. Pas vdekjes së Kariusit, komandën e ushtrisë e mori djali i tij, Numeriani, por Numeriani nuk ishte një komandant i lindur për luftë. Ushtria romake vendosi të tërhiqej përtej lumit Tigër, duke braktisur pothuajse të gjitha fitoret e arritura. Në vetëm pak muaj, pushtimet e Kariusit u zhdukën, njësoj si pushtimet e Trajanit shumë vite më parë. Roma kishte fituar një luftë të madhe, por nuk kishte arritur të mbante fitoren. Në histori, Kariusi kujtohet si një nga perandorët e fundit që kishte një arsimim të plot civil dhe ushtarak, në një kohë kur perandorët po bëheshin gjithnjë e më shumë vetëm komandant ushtarak. Ai gjithashtu shënoi një moment të rëndësishëm në transformimin e perandorisë romake. Mos respektimi i senatit dhe përqendrimi i pushtetit në duart e ushtrisë do të bëhej norma në vitet që pasuan. Pas vdekjes së tij dhe sundimit të shkurtër të djemve të tij, në pushtet do të ngjitej Diokleciani, i cili do të transformonte plotësisht sistemin e qeverisjes së Romës dhe do të krijonte një regjim shumë më autokratik. Por historia e Kariusit mbetet e veçantë. Një komandant që mposhti barbarët në Evropë, pushtoi kryeqytetin e Persisë dhe brenda vetëm një viti u zhduk papritur në mes të një fitoreje të madhe. Një histori që duket më shumë si legjendë se sa realitet. Nëse dëshironi të dëgjoni më shumë histori të tilla për periudhën e antikitetit, shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.